Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zgjedhjet në Kosovë, çfarë ndodh tani pas fitores Albin Kurtit, por edhe me humbësit e këtyre zgjedhjeve, si do të reflektojnë dhe nga do të nis reformimi i tyre. Do të flasim me profesorin Avdi Gjata. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Një fitore e madhe, nga ajo që ne kemi diskutuar më parë, kritikat tuaja për Kurtin nuk kanë munguar, por ndryshe vendosi populli. Përshëndetje, dhe i përshëndes të gjithë dëgjuesit që janë të interesuar me dëgjuar fjalën time dhe mendimin tim. Edhe pse nuk jam ndonjë analist politik në kuptimin as i profesional, po jam një personalitet ose një njeri i cili prej moshës rinore kam filluar të mendoj për problemet e zhvillimit dhe problemin e popullit shqiptar në Jugosllavi dhe popullin përgjithësi. Sot ju falenderoj ju që më krijuat mundësinë që ta them edhe mendimin tim, edhe përkundër asaj se mjetet e informimit në Kosovë janë duke ju profesor, keni një eksperiencë gjatë dhe njihni proceset politike, keni qenë dhe ish burgosur politik. Edhe normal, shumë e vërtetë dhe shumë e saktë. Njihni të gjithë kalvarin nga si kanë rrjedhur deri tani. Po e prisit këtë Albin Kurti që të ishte kjo fitore kaq e thellë? Unë kam menduar edhe realisht kam qenë mjaft skeptik për faktin e asaj se vetë fillimi i këtyre zgjedhjeve apo për zhvillimi i ngjarjes që zhvilluar që një vit e më tepër për moskrimin e institucionit të Kosovës nga partitë politike e veçanërisht nga kryeministri Kurti dhe Vjosa Osmani si mbështetje e saj. Po megjithatë ku mendoj që qytetari edhe populli i Kosovës është pjekur politikisht. Dhe përkundër gjitha atyre lojrave politike, kalkulime politike dhe krijimin e rrethonave tepër të vendosura në kuadër të qytetarëve të Kosovës, më ka bërë që ta vrej qytetarinë dhe popullin Kosovë, që nuk është duke shkuar në mënyrë racionale, po kryesisht është një disponim euforik i qytetarëve të Kosovës. Prandaj, zgjedhjet e 28 nëntorit dhe data e caktimit të kësaj date, që kryesisht qytetarët shqiptar vazhdimisht, sepse në Kosovë ne e dimi shumë më mirë se sa ju atje në Tiranë, se si festohet edhe se ndodhet festat edhe fund viti në Kosovë, e kemi ditur shumë mirë që një numër i madh i shqiptarëve e shfrytëzojnë këto festa si festë e Krishtlindjeve, që ja urojë të gjithë qytetarëve shqiptar, kudo që janë, që vijnë edhe kthehen për faktin e asaj se është një pushim, një avor e më tepër për qytetarët shqiptar, të cilët ky lloj pushimi nuk hyn në kuadër të pushimit punëtorëve tonë që punojnë në Gjermani. Prandaj, unë të e quajt e para si fitorit Kurtit, e unë e bequj tash që në Kosovë ka ndodhur diçka që nuk është dashur me ndodhur. Në Kosovë ka ndodhur edhe është një fitore e të gjitha partive politike, po them që edhe liderëve politik, partive politike, po këto vota dëshmojnë dhe treguan se humbësi më i madh është vetë populli i Kosovës dhe shteti i Kosovës. Për faktin e asaj se vendosja apo votimi në mënyrë euforike është një vetim që s'ka të bëj fare me qëllimin për çka bëhen zgjedhjet. Po profesor, përse humbi Kosova ku përpara alternativë të Kurtit kemi një opozitë të përçar, një opozitë teknike, një opozitë që ndjek Kurtin, Kurti populist, opozita populiste? Kosova humbi
sepse votoj për një lider partisë politike që nuk do të respektohet, se s'ka mundësi më respektuar demokracia, s'ka mundësi me u respektuar toleranca, s'ka mundësi me u respektuar mendimi i lirë i qytetarit, nuk do të ketë mundësi ta thëtë qytetari atë çka e ndjen edhe çka mendon. Profesor, Pastaj- më lejoni t'ju kundërshtoj, po të gjitha mediat në Kosovë çfarë nuk kanë thënë për Kurtin, ata i kanë bërë opozitën më të madhe. Realisht, në mjetët e informimit e kanë bërë opozitën më të madhe në raport me opozitën, apo me partinë politike të cilat kanë qenë në Parlamentin e Kosovës dhe në domethënë opozitë në kuptimin e asaj politik. Por është shumë e vërtetë edhe shumë e saktë që mjetet e informimit kanë qenë një opozita me fuqishme se sa opozita që realisht ka dashur me qenë, por edhe mjetet e informimit, këta njerëz që kanë reaguar dhe që vazhdimisht kanë qenë si kundërshtar më të mëdhenj të Albin Kurtit dhe të partisë vetëvendosje, dikur ishin pro Albin Kurtit dhe ishin kundërshtar më të mëdhenj të liderëve që edhe përkundër gjithë aty asaj që e kanë kundërshtuar, qytetarët që kanë votuar një pjesë e madhe tyne e njohin shumë mirë qëndrimet e analizë politik e opozitës ose mjetet informimit në Kosovë. Duke filluar prej televizionit, pastaj deri te portalet. Tash, unë po duhet diçka me bën një krahasim mes programit tuaj edhe programet që kanë qenë. Programi ynë edhe ju, zoti Bolla, jeni si kundërshtar të opozitës, po jo kundërshtar të opozitës ekstreme, po vazhdimisht një kundërshtar i cili ju jep mundësi edhe qytetarëve, edhe njerëzve që ta thonë mendimin e vet dhe fjalën e vet. Në televizionet e Kosovës, vazhdimisht janë të njëjtit analista edhe qytetarë të cilët e shprehin mendimin e vet, për edhe kundër një lideri ose një partie politike. Megjithatë, ashtu sikur e tha dhe ju pak më lart që tani secili ka drejt thot atë që mendon. Pavarësisht. Po normalisht ka drejt që mendon. Po analistat edhe mjetet e informimit, të cilat janë mjetet e informimit si opozitë, ato duhet me vazhduar vazhdimisht si opozitë, pavarësisht prej cilës periudhës, cilës kohë fillon, sepse analisti dhe gazetari ata nuk guxojnë me ra prej e interesave tyne personale, gjithsesi e interesave të mjetet e informimit, gjithsesi pronarit të televizionit. Po tash vetëm ta shikojmë problemin. Pra ju po thoni që në këtë rast i ka bler opozita apo Albin Kurti gazetarët? Në këtë rast pjesën më të madhe realisht gjithmonë i blen edhe i kontrollon qeveria ose partia që ka pushtetin, por tash gazetarët të cilët nuk gjejnë vend në këto zgjedhje për shembull në qeverinë e ardhshme të Albin Kurtit, ata normalisht që do të kërkojnë ndihmën e opozitës apo ndihmën e mjetet informimit, pronarëve të mjetet informimit, për ta thonë mendimin dhe qëndrimin e vet. Profesor, mendoni që do jetë gjatë kjo qeveri? Po, sipas gjitha rregullave, edhe duke e ditur që unë e një pravërsisht mirë qëndrimin e Albin Kurtit, edhe kur ka qenë në opozitë, edhe kur ka qenë në Unionin e Studentëve, edhe kur kemi qenë si shoqatë e krejtësi, por Albin Kurti, si lideri tyne dhe realisht tash, a e ka marrë fuqinë para partisë vet, para Këshillit Përgjithshëm tyne, para kandidatëve që i ka caktuar për deputet, sepse gjë rrjedh nga mendimi dhe qëndrimi tina, ai nuk mund me jetuar, edhe nuk mund me qëndruar në skenën politike pa krijuar skandale politike
pa krijuar afera politike dhe pa krijuar momentume të cilat ja krijojnë mundësinë që t'i akuzon kundërshtarë politik të cilët mendojnë ndryshe, vetëm e vetëm për me në qendër të vëmendjes, sepse unë edhe një herë për thamë edhe këmë për oglimin qytetar që ta them. Albin Kurti është ta quajnë njeriu më i shkath, ose që në popull të na përdorën në kuptimin e saj është një pehlivan mashkull, domethënë, një njeri i cili din me bo driblingje politike, po në raport, edhe njerë të kemë shumë kjo të, në raport me qytetarët shqiptarë. Domethënë, Albin Kurti dën edhe jeton mbi atë që është një Don Juan, një njeri tepër një luan i fuqishëm, po në raport me qytetarët e Kosovës, domethënë në raport me mua, ose me ty, ose me opozitën, mirë po në raport me politikën ndërkombëtare, në raport me përfaqësues të shteteve të Evropës, shembull për marrë, kështu është një pulë lartë, është një këngë i butë, i cili nuk guxon edhe nuk i njihet zëri fare. Përkundër asaj që vazhdimisht trumbeton pas takime që i bën me delegacione dhe përfaqësues të shtetet e tjera, sepse tha këtë, po që asnjëra nuk qëndron. Por me realiteti është kundër kësaj që mendoni ju, profesor, sepse me atë që ka bërë me Shtetet e Bashkuara, me Europën, ka qenë një konflikt hapur, jo më kot i vendosën sanksione. Po normalisht kjo është diçka si një shëndrim në kuptimin e saj që për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për shtetet demokrati të fuqishme politikisht nuk çon fare pesë. Edhe mund ta them këtë që është toleruar dhe tolerohet dhe vazhdon të tolerohet edhe më tutje. Në fjala Albin Kurti edhe po edhe Vjosa Osmani, për faktin e saj se edhe më tutje Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe shtetet evropiane, apo shtetet të cilat mund ta zgjidhin problemin e Ballkanit, janë të interesuar që problemi shqiptar të vazhdon edhe të kalon apo të vazhdon kjo krizë të zgjidhet problemin në Ballkan, për faktin se ende nuk janë të gatshme me përfundue procedurën e zgjedhjen e problemit në Ballkan, prandaj aty në vy njerëz apo lider politik të cilët vazhdimisht edhe rregullisht krijojnë probleme politike apo krijojnë shantazhe politike që e akuzojnë njëri tjetrin. Kështu sipas mendimit tim, Albin Kurti është i dakorduar komplet në rand parë me Vučićin. Sepse edhe Vučići ka nevojë për deklaratat e Albin Kurtit që i shpreh anti-Vučićit, anti-Serbisë. Pra, mendoni që ka një marrëveshje sekrete të heshtur? Shumë e saktë dhe shumë e vërtet, sepse sa herë që gjinet ngusht Vučići para protestuesve në Serbi, ai del para opinionit dhe deklaron se të gjithë këta protestues që e kundërshtojnë qeverinë e Vučićit janë duke përkrahur indirekt ose drejt për drejt Albin Kurtin. Të njëjtin interpretim apo të njëjtin qëndrim ka dhe Albin Kurti, sepse i akuzon të gjithë opozitën, edhe gjitha mjetet e informimit, edhe gjithë liderët politik, edhe gjithë analistët politik, edhe kundërshtarët të cilët nuk pajtohen me politikën apo qëndrimin e vetëvendosjes e veçanërisht Albin Kurtit, i akuzon se këta janë bashkëpunëtorë të Vučićit edhe shërbime ruse dhe shtetet e tjera, që nuk qëndrojnë. Është shumë e vërtetë që në Kosovë ka shërbime shumë mëdha, por është edhe shumë e vërtetë që liderët politikë në Kosovë i kanë shkel të gjitha të drejtën. Edhe të drejtën e kanë shkel edhe konstitutën edhe për një qëllim caktuar. Mund të them se Albin Kurti, por edhe liderët tjerë politikë Kosovës, para këtyre zgjedhjeve të gjithë kanë shkuar në BiK, në qendrën islamike të Naim Tërnova. Kanë bërë promovimin e tyre para xhamiave. Kanë bërë promovimin e tyre në kuptimin e asaj që mbështesin islamizmin politik racional,
vetëm e vetëm për një klus votash, që nëse kërkojmë që të zbatohet ligji, e të zbatohet kushtetuta e Kosovës, atëherë Albin Kurti, Vjosa Osmani, edhe liderët tjerë të opozitës, kontakte që i kanë vazhdimisht me përfaqësues e feve veçanërisht të islamit politik racional me Naim Tërnovën, jep me kuptu se këta e kanë shkel shtetin laik, sepse me kushtetutën e Kosovës, Kosova është shtet laik. Prandaj, feja është jashtë shtetit. Prandaj, besimet janë, religionet janë jashtë shtetit, po këto vazhdimisht nuk dojnë të shpusin raportet të marrëdhënieve të tyre vetëm e vetëm për të siguruar një numër të madh të votave për zgjedhjet e tyre si lider apo për ta marrë pushtetin. Profesor, nuk e kuptova atë më përpara. Kurti e përfundon mandatin e plot sipas mendimit tuaj? Po, realisht, për mua nuk ka mundësi të shkohet deri në mandatin e plot, po varësisht varet tash edhe rreth problemit të zgjidhjes të presidentës, që do të krijohet një krizë politike, që besoj që përsëri Albin Kurti do ta krijon një krizë qeveritare, duke akuzuar opozitën se që edhe kësaj radhe tash as për presidentin nuk janë të interesuar ta zgjidhin problemin e presidentit Kosovës, që realisht unë besoj plotësisht që prilli dhe qershori do të jetë vit apo muajt kur Kosova do të jetë përsëri do të shkohet në zgjedhje. Në zgjedhje të reja? Në zgjedhje të reja. Pra Kurti do jetë kryeministër për sa i bie për 4-5 muaj? Pra, Kurti i ka fituar kësaj radhe votat kryesisht për 4-5 muaj dhe po them, është edhe ai vetë është në huti apo me një fjalë, është i shqetësuar shumë me numrin e votat të cilat i ka marrë, sepse ai nuk është shumë interesuar që të zgjedh problemet e Kosovës, por populli kësaj radhe e veçanërisht diaspora e kanë votuar në kuptimin e asaj se pe e fuqizojnë edhe pe e bojnë të fuqishëm Albin Kurti, e cili votim me 51%, që ndoshta do të rritet edhe një 2-3% me vota diasporës, është një votim që shteti do t'i kushtoj shumë shtetit Kosovës për faktin e asaj se ekonomia do të futet edhe një kollaps edhe më të madh. Pastaj demokracia do të shkilet plotësisht. Pastaj do të kesh përdorën tenderat e ndryshëm edhe do të ketë kesh përdorimet mjaftueshme, që Albin Kurti ka ardhur në pushtet për mi i ndaluar kesh përdorim korrupsionin hajnin, por me votimin e një partie politike normal që ajo veç ja krijon mundësi tash hajnave të tjerë që thuhet në popull mos avancu me hajna të ri. Hajnat e ri fillojnë me vije dhe ta s'din mungo, po do të bëjnë gjithçka, do të përdorin gjithë mundësitë dhe fuqinë që e kanë ministrat, pastaj përfaqësues të ndërmarrjeve publike, pastaj firmat e ndryshme, që vetëm e vetëm të forcohen edhe të fuqizohen ekonomikisht, sepse ata e dinë shumë mirë, nëse nuk fuqizohen shpejt ekonomikisht, do të vinë zgjedhje tjera, të cilat pastaj do të rrezikohen dhe kështu ata nuk janë të interesuar me zgjidhje problemin e Kosovës, po me zgjidhje problemin dhe bazën e vet ekonomike. Profesor, e kam për obligim edhe diçka me thonë, që edhe unë sikur të isha ndonjë ministër ose sikur të kisha një pozitë, realisht nuk muna me thonë që jam imun ndaj pasurisë edhe do të jem imun ndaj paras publike, sepse më nevojitet. Prandaj këtë çështje, këto gjëra mundet me i ndaluar vetëm respektimi i ligjeve. Dhe kur në shtetin e qeverisë vetëm një parti politike, ato nuk ka respektim të ligjeve. Ato ka vetëm dominim të një grup njerëzve
për faktin e asaj se partitë politike janë grupime qytetare, apo janë grup njerëzve që punojnë për interesat e tyre në por, pastaj nëse del diçka edhe për interesat shoqërore. Edhe diçka të fundit kam, zoti Gjata, çfarë mendoni për opozitën tani? Po, unë mendoj që përveç që t'i Lumena Abdigjikut, që për mua është ende i definuar, për faktin e asaj se ky ka qenë një prej bashkëpunëtorëve shumë të afërt të vetëvendosjes, që unë mund ta quaj këtë kuptimin që ky ka qenë edhe lider apo si i pari i partisë LDK-s, po më shumë ka bashkërenditur edhe ka bashkëpunuar me Vjosa Osmanin edhe me qeverinë se sa me opozitën. Pra, Lumena LDK-ja dhe Lumena Abdigjiku e mbajnë përgjegjësinë më të madhe të asaj që nuk e mbajtën domethënë qëndrues pas asaj se nuk do të bëjnë marrëveshje me opozitën. Partitë tjera që janë opozitë nuk ju dhanë krijuar mundësinë që këta të tentojnë ta bëjnë qeverinë apo ta zgjedhin qeverinë edhe më shkohen këto zgjedhje që erdhi deri te kriza qeveritare. Pra ka përgjegjësi, mund të themi ky është tradhtari nga brenda? Paj, nuk mund ta quajmë kuptimin e asaj, tradhtar nga brenda, për një arsye dhe një fakt, që në Kosovë askush nuk mundet me tradhtuar. Sepse Kosova dhe matutje qeveriset nga Euleksi, edhe matutje qeveriset me rezolutën 1244, edhe matutje Kosovën e mbrojnë forcat e NATO-s. Po, sjellja dhe veprimi i tij na jep me kuptuar që ka elemente të tradhtisë apo të keq përdorimit të si zgjedhjes së tij si lider i LDK-s, edhe që ka punuar për interesat dy saj. E më ta them edhe për një fakt se Albin Kurti ka qenë ministër i Albin Kurtit, ministër i ekonomisë. Lumena Abdigjiku, çështë thash, falni si duhet. Lumena Abdigjiku ka qenë ministër në qeverinë e vitin 2021 tek Albin Kurti. Lumena Abdigjiku ka qenë në partinë edhe bashkëpunëtor i Vjosa Osmanit. Prandaj, si ka ardha edhe shkut në kuadër të LDK-s, sigurisht që ditët në VM do ta zbulojnë edhe do të zbërthejnë krejtësisht këto që ka ndodhur. Profesor, të falenderoj shumë për bisedën, të uroj një vit të mbarë. Po. Edhe diçka po duhet tash pasi është viti i ri. Ju uroj gjithë qytetarëve shqiptar, anë në botës ku do që jetojnë, Krishtlindjen dhe vitin e ri. Kështu, ju uroj të gjithë qytetarëve shqiptar. Dhe nga këtej për gjithë, edhe ju uroj më të mirat dhe shpresoj të dëgjojmë sërish për vitin e ri që po vjen me lajme të mira dhe pozitive. Faleminderit. Edhe diçka dashta më shtu, nëse të bëhet tepër. Po, patjetër. I ftoj të gjithë qytetarët shqiptar në diasporë apo diasporën shqiptare, që më shumë të rrinë si kujdestar të qeverive në Kosovë. Ata të cilët do të jenë si kujdestar të qeverive, që të kërkojnë llogari nga liderët të cilën e kanë pushtetin, që të raportojnë për gjendjen e situatës, ashtu që raportohet edhe punohet në shtetet evropiane, për problemet dhe për të lashët, sepse ata duhet ta kuptojnë një herë për gjithmonë. Problemet e diasporës shqiptare dallojnë prej problemet tona këtu në Kosovë. Për shumë shkaqe dhe shumë arsye, sepse vetë qeverisjet e mahershme kanë bërë edhe bëjnë dhe vazhdojnë të bëjnë që rinia e Kosovës po largohet nga këto troje dhe nga këto vende. Unë i propozoj edhe i kisha këshilluar nga kjo se unë asnjëherë s'kam dalë jashtë, që qytetarët shqiptarë dhe diaspora shqiptare, edhe prindit e vëllezërit tonë shqiptarë që punojnë edhe veprojnë diasporë, ata duhet me qenë ata të cilët sjellin në Kosovë ide, mendime dhe investime, të cilat do ta ndihmojnë Kosovën me dalë nga kriza dhe me dalë nga kjo situatë. E jo të vinë
edhe të votojnë në kuptimin e asaj që të sulmojnë diken e ta mbështesin diken, dhe në këtë tash, për mua, nëse publi Kosovës dhe diaspora janë edhe matutje duke kërkuar një lider, sepse ata po mendojnë që lideri do t'i zgjidh problemet e Kosovës. E mendimi im është që asë një lider në Kosovë, po asë kaluarën, po asë në të ardhmen, nuk mundën mi zgjidh të losët dhe problemet e popullit Kosovës, po edhe në popullin Shqipëri dhe shqiptarin në përgjithësi, duke kërkuar mëshirë ose duke kërkuar ndihmë nga një njeri, sepse ai nuk ka super njeri. Pra, qytetarët duhet ta dinë se një shtet nuk mundet me ekzistuar pa një qeveri, por qeverinë e fuqizojnë dhe ndihmojnë qytetarët. Pra, vetë populli. Nëse populli është interesuar për mi zgjidhje problemet në Kosovë dhe Shqipëri, ata duhet me qenë aktiv, duhet me votua një lider një parti politike, po ata të cilët e kanë votua një parti politike dhe një lider, e kësaj radhe, unë e fjalën e kam, kryesisht për diasporën, ata duhet me qenë ata që kërkojnë, sepse kanë drejtën morale dhe qytetare, me kërkuar për zgjidhjen e problemeve në Kosovë, në raport me Serbinë, në raport me verën e Kosovës, edhe në raport me gjendjen e popullit shqiptar në Kosovë, në Maqedoni, në Shqipëri, në Malzi e gjithkund ku jetojnë. Të nderuar miq, ishim në këtë bisedë me historianin, ishi burgosur politik dhe kryetari i shoqatës Kufijtë e Arabit, zotin Avdi Gjata. Faleminderit profesor, edhe të uroj më të mirat. Faleminderit, po edhe më u njoftu, ndoshta e dini, ndoshta se dini, sepse edhe ne kemi filluar një numër i njerëzve që jem në opozitë, edhe që jem kundërshtar edhe të opozitës dhe të pozitës, ne ta formojmë një iniciativë qytetare e cila do të jetë një subjekt politik që do të angazhohet dhe punon për zgjidhjen e këtyre çështjeve.